kundër vetës, kam një lule Dugargjini, si që thatë ju, kam një zonjë që është 99 vjeqare, apo? A na tregon? Që shë ki avrin edhe sa vjet i ki? Sa vjet i kam? Ja 90, po. 90 a 99? Jo, që të 90 pas mi bërzijej. A djali tha 99? Letër njëftim që ashtu po daj. Ane. Që shë ki emrin? E kom emrin Raz Gjevukaj. Zonja Raz, a na tregon që sa herë e mon men që ke dalë me votu? I kur e mon men që ke dalë me votu? Jo dalë, valla ko gjaka herë. Për shtë herë je dalë të bëllë, shpesh. Shpesh ka ro me dalë, a? A mon men para shumë vjetë, qka ka ndryshu prej atëherë tash kur ke ardhë me votu? Procesi që shko shkën? Parroj qka ka hongër prame, jo. A na tregon për kryeministrin e ardhshëm kushdo që bëhet, aj pa na përmena emën kush po dënti mu bo. Veç na kallzon çfarë kërkesë e ki ti për çato, çka me bëj për ty, një kërkesë që e ki ti. Ditëlindjen? Jo, një kërkesë çka kështë dash ti me bo, çaj që zgjidhet prej këtyne zgjedhjeve sot, çka me bo diçka për ty edhe krejt gratë e tjera që janë në moshën e përafërt me ty. S'po di vëlla çka me bo. Për çka ki nevojë ti? Po kur gjanë s'kam nevoj. Tonat mirat i ki? Tonat mirat? Tonat mirat pasi po eci hi, dalë qëtis. Po, a ki nevoj për penzion ma të mira, një rrugë ma të mira, një shkollë ma të mirë për një pamesa, qka kështë dashte, një kërkes? Zdi vëllës. Familja po të sugjeron me rritë pensionin? Okej, s'po të mundoj ma shumë. Faleminderit shumë që pranove me folë me neve. Një faleminderit edhe për juve. Me dalë me votu apet nëse buën zgjedhjet mas 4 vite? Po, ko me dalë apet të vdel shpirti. Pse është e rëndësishme me dalë me votu? A ju kallzon atyne që s'dalin? Pse duhet me dalë edhe me votu? Atyne që nuk dalin me votu, a ju kallzon diçka? Pse duhet me dalë? Pse duhet? Që të shpëdi. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Në ndërkohë ne gjendemi në një prej shkollave të PE-s, nëse mundemi shkurtimisht edhe për ju, ju jeni? Unë jam Ibrahim Gjevukaj. Djali i zonjës? Djali i zonjës, po. Dihet që sot ka pas ankesa në fakt në PE nga KKZ që ka pas një dalje pak ma toll të paktën këto orë të paraditës. E patëm pak të vështirë me këtu motivin, nëse mund të na tregoni për gjithë ata që duhet të dalin me votu dhe nuk dalin, nuk kanë motiv. Qka duhet me ishty krejt pejanët që me dalje dhe me dhanë votën e tyre për këndo që ata mendojnë që duhet me odheqme? Mendimi jam është, duhet me dalë se cili, se kena obligim, as për kësparit e kena obligim për me dalë se cili me votu. Edhe besojmë që presim diçka ma mirë, për tri, për pleq, për penzione, për punë, për disa të regullat për qytete, për dhe më thonë qka do që i presim, që i presim prej politikanve, edhe besoj që edhe shpresoj që i bëhet mirë. Unë jam mërgjimtar. Në cilit vend këni orë? Falni, unë edhi prej Gjermanie. Është hera parë që po votoni fizikisht këto, hera tjera që shkëni votu? Jo, unë kom qenë para 2 muje diçka kom qenë këtu kur kenë, kom votu këtu, përse në lejsh kom qenë pushim. Kësa herë e marrë, do më thonë, do më zdo vetëm për votime dhe për mirë. Se ke pas njët me ardhë për shfesat? Nuk e kom pas njët me ardhë, me thonë drejtën, po thash adin pa tjetë duhet me kry obligimit. Unë nuk kom ujtë edhe atje me kry në konzolat ose me post, po kom pas që edhe nana pak e më shumë, është natë në ndisare, edhe sa duke do e shërzova rastin edhe e votova. Besoj që i bëhet mirë edhe shpresoj për ne gjithë se presim, si dhe mos në mërgjimtari që i jesim, sa herë që i vim, mendojmë edhe shpresojmë për më mirë ma mirë. Me gjithë se ka diçka ndryshime, ka pas edhe ma heret. Qka të shirën ju mërgjimtarë, qka ju kështë letësu juve një vendim që do të duhej më marre që deri tash nuk ka, për këtë do që zgjidhet, që kishë me ndihmu
për juve mërgjimtarve kur të vini në Kosovë me pas qoftë një proces më të lehtë të marrjes së dokumentave ose çfarë do lloj shërbimesh që ju kryeni në Kosovë dhe ju duhet? Shërbimet janë mirë, unë nuk kam ankesa në shërbime, unë pres prej qeveritarëve, prej politikanëve tonë, pa marrë parasysh kushtet që e fiton, inshallah fiton më e miri. Edhe besoj që për ne mërgjimtarët, për shembull, na që vim, kishim pasi pak më rruga, infrastruktura, puna, pensionet, sigurimet, shëndetësia, edhe që ka i presim, unë jam mërgjimtar atje, unë i di pak a shumë, se gati 38 vite jam atje, edhe tash me ndryshimin në Kosovën me zyrëri nuk mundeve neve, po se neve na duhet një kohë gjatë, po sa të këto ka ndryshimet mira, presi ma mirë, shpresoj ma mirë, e dim që nuk e kanë letë, pa marrë parasysh cila qeveri vjen në pushtet, nuk është një popull i vogël, edhe sa të kudo, veç na vijnë ndryshimet. Megjithëse se ka ndryshime aty këtu ka pak, po... Faleminderit shumë Faleminderit edhe për jush. Për krejt to që i ndove me neve dhe dëshirat edhe kërkesat. Faleminderit, suksese. Atër ka që nga kjo lidhje direkte këtu në Pej, derisa do të lidhemi shumë shpejt edhe me një problematik që na është lajmëruar nga komunitetet Ramashkali dhe Egjiptian, të cilët kanë paraqitur si problematik një pengesë që kanë për të votuar, për të cilën do të rilidhemi shumë shpejt për të dhënë më shumë informacione edhe nga vetë përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Qëndresa, Besniku të pyeti se çka të kujtojnë gjithë këto data të zgjedhjeve kur të kanë parë shikuesit, por mbase dy qëndresat që i patëm në këtë transmetim të drejt për drejt, por edhe flamurin nga Mitrovica, shikuesit më shumë se këto 4 herë i kanë parë në 60 herë të tjera gjatë përpjekjeve për ta konstituar kuvendin e pasaj për shpërbërjen e qeverisë, dhe tani do të shkojmë në një komunë tjetër të Kosovës tek Kastriot Tahiri në Zubin Potok. Është komuna e Ujmanit. Ose pas pak